Selamu alaikum për hoxhën tonë të nderuar. Si të veprojmë kur kemi vështirësi të mëdha në leximin e Kur'anit? Allahu i nderoj. Selamu alaikum. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gjithmonë duhet me punën. Hadith në saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innamal ilmu bit-ta'allum. Ditoria bëhet duke mësuar. Kjo vështirësi lexon hala më shumë. Dikush mëson për gjysore, ty në Bavakia duhen 2 orë. Jepja 2 orë. Kam lexuar prej një prej dietarëve që ka tefsir të vetën. E ka pasur Abdulrahman ibn Sa'd, i cili për vetën e vetë thotë ky ka vdekë, Allah pas mëshiru. Edhe ka lënë një tefsir, shkruar një libër tefsir që është shumë i mirë, shumë i përshtatshëm edhe shkurtimisht, por shumë preciz. Thotë, në krahasim me shokët e me, shumë s'këm ditë. Kretë shokët e me në kanë shumë më të ditur se unë, shumë më të meqëm se unë. Nëse thotë, një shokët e i kanë vytë 10 minuta me mësu një faqe, mund kanë vytë 4 orë. Në gjithë të tonë, e këmë bo 4 orë e këmë mësua, a si ka bo 10 minuta se ka mësua. Dhe kjo kam rrimu më djetar, ata asë një për tyre në ku bo djetar. Për tonë, hadithi thëtë innamal ilmu bit-ta'allum, ditoria ba të mësu. Ki vështërsi të mësu, të lexu për ditë. Shish nuk e mësën edhe mirë bile. Kush ka vështërsi, veç punoni më shumë. Edhe vështërsia heqet. Allahu alem.